program, ajo që mund të bëjmë më mirë është fillimisht të argëtohemi. E më pas, patjetër kemi mundësinë për të fituar edhe shumë para. Nuk e di pse sot jam zgjuar kështu me një lloj energjie dhe më duket sikur ai raundi i fundit, maja e piramidës sot do të fitohet. Si mendoni ju publiku? A do i fitoj njëra nga skuadrat 15.000 euro vetëm në një raund sonte? Shpresoj shumë të ndodh, po do të shohim fillimisht se çfarë skuadrash kanë përgatitur për garë sonte dy kapitenët tani. Presim me duar trokitje. Mirë më dukeni. Mirë shumë më dukeni. Kemi Bora. Mirë Visian. Si kaluat? Mirë Visian, mirë. Po si sove njerë. Mirë. Ja, po përpishe. Mirë e para. Shiko ta, pyesim pak publikun. Që ke veshur sot. Shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Cubi. Gjake me Je mu sot, shumë e Bora. mirë. Faleminderit. Bora në gjake me musot. E pra pas kemi një lloj kështu ngjashmërie. Edhe me mua kombinon Bora, vende. I ga subo në Ja xhaket, me xhaket, të dyja me xhaket, është me xhaket që kemi të tre që kemi shumë serioz sot. Patjetër. E kemi marrë shumë seriozisht sot piramidën, dua të pyes fillimisht publikun përmes duar trokitjeve, do shohim çfarë parashikimi bën publiku, cili e fiton nga ju të dy sot. Për Visianin, Bol. ka duar trokitje. Për Cubin, për Cubin. Cubi. Nuk e ndaj dot. Sa të mirë të jeni. Sa të mirë të jeni. Gjitha nga 2.000 lekë pas emisionit. Bora. Është publiku im. Nuk e ndava fare, një kakofoni e madhe publiku këtu, as publiku nuk e ndan dot mundjen për këtë. Cusjani. Ora publiku e dha verdiktin e tij. Shiko, publiku nuk e ka ndarë cili nga ju do më shumë. Visianin doni? Okej, natë e mirë ishe knajsi. Jo me Cubi se po përtasen edhe për ty. E di pse Cubi? Se jam 90% gra. Po është normale që mua do zgjedhin. Jo, gra duan dhe gra, ta vashti me këtë. A vashti. Po jam mirë olla, nuk është. Grat, e doni gruan apo jo? A pra, shiko se është përpjekje e kot kjo. Askush nuk po ndan asgjë, deri në këtë moment nuk kemi marrë vesh asgjë. Po ti fal Faktë nga parashikimet. Unë them me sfida merremi vesh më mirë, ju të dy futemi me një herë në një sfidë edhe zgjedhen të paktën kush do prezantoj skuadrën e parë. Me një herë në sfidë. Me një herë në sfidë. Kush është sfida e dashur? Ja ta them unë. Hajdeni këtu te pulsantët. A keni ngrënë sot njerë? Jeni mirë, jeni ushqyer mirë? Jemi, mirë jemi. Po me frutat si jeni, i pëlqeni shumë? Në rast e varet nga fruti, Bora. Varet nga fruti, ë? I njihni mirë frutat? Ua. Sfidën e kemi me fruta sot. Me fruta? Me fruta. Ju duhet të gjeni frutat që do të shfaqen këtu. Keni 2 sekonda për një foto fruti. Duhet thoni emrat e frutave. Kush gjen më shumë emra, fiton këtë sfidë dhe prezanton skuadrën e parë. Okej, ngecëm. Jeni gati? Hajde, gati. E moran çik më seriozisht sot pra. Bravo, Bora, pas e Unë bërë te perimet jam më e fortë. Ku je? Te perimet. Te perimet jeti, ë? Është zarzavatiste kjo. Herë tjetër do mendojmë për perimet. Sot jemi me fruta. Jemi gati? Po. Do shohim Ledin mbrapa? Ju do shihni këtu. Këtu do dalin të gjitha fotot. 2 sekonda për një frut. Po se gjetet iku, 0 pik. Miro. Ecim. Sfida fillon tani. Mall. Do ta Pa pulsant fare. Okej, banane. Portokall. Rush! Boronit! Jo. Mjedar! Ananas. Portokalli kuq. Si quhet kjo? Mushmo! Okej. Një frut eksotik! Mango. Papaya. Jo. Okej. Shek. Pjeshk. Frutacioni. Shiko, për mua jeni barazim, regjia po e mban pikët tamam dhe fituesi është Visiani. Me shumë pak. Ma bot me hile. Nuk ju kontrolloja dot unë vetë personalisht se i kam këtu pas shpinës time, po Visiani ka gjetur më shumë. Ma bot me hile, okej. Me hile, Cubi, unë asnjëri ta bëj me hile. Pranoj. Nuk janë vjedhur votat, Cubi. Unë e pranoj humbjen me dinjitet. Po. Faleminderit. Gjithmonë. Ha Visian, si e përgatitur për sot?
Sot është një ditë e veçantë për mua, Vërtetë? për faktin sepse skuadrat që do të vi tani janë pikërisht në origjinë nga vendlindja ime. Janë të rinj, të bukur dhe të talentuar të qytetit të Pukës. Stojnë Pukjanët! Pukjanët! Mirë, janë të rinj të bukur, tamam e ke thënë. E filloj me Anisen, e cila ka bërë dhe aplikimin për të qenë këtu, e cila nuk ta mbush mendjen, por është një mama. Është një mama. Dhe është infermiere. Edhe infermier, dhe mama dhe infermiere. Pastaj kalojmë te Endri, i cili do bëhet inxhinier ndërtimi. Sta Kur të mbush mend rritet. tash, po shumë shpejt. Pallatet e Endrit. Albana është ajo ekonomisë e jonë, e cila do maj financat e Endrit. Okej. Dhe pastaj kemi atë i cili do loz për kombëtarën shqiptare ndoshta shumë shpejt, kemi sportistin ton, Genti. Skuadër e bukur shumë. Bora dhe ka një veçori, këta nuk janë thjesht një skuadër, këta janë familje, sepse janë kushëri. Familje. Anisa, kur bëre aplikimin e kisha shumë të qartë këdo merje me vete për skuadrën tënde, apo do ngjitem me ca kushërinë të tjerë që ndoshta janë mërzitur pse s'janë sot këtu? Jo. Them drejtë nuk është se kam bërë aplikimin me vëmendje qartë që do marr këtë, por ama dija që te kushërinë më ta kisha besën më shumë për të fituar. Dhe Po, pse e jo ke për të kushërinë të tjerë që kënaqur? mund të formojë një skuadër apo Jo. më të madhe? Jo. Do, kaqen, nuk e mërzitur njeri do. Kam shumë të tjerë, se jemi sa një skuadër futbolli, le të themi. Ja, këtë po prisja. Por le të themi me këto kam marrëdhënien më të mirë dhe jemi pak a shumë si një skuadër që mund ta formojmë pse jo për të fituar. Me këtë që the, je sigur që si mërzitet të tjerët? Besoj se po, tjerë ti kemi pak më të vegjël, ata që janë më të mëdhenj nuk është si kemi këtu, kështu që Janë jashtetit. janë jashtetit. Janë jashtetit, nuk vini dot. Nuk vini dot. Anisa donte t'ju merrte, po ju sishit këtu, kështu që s'kemi ç'ju bëjmë. Na ndiqin nga ekrani, vllaz. Po, edhe bëni tifo nga ekranin. Skuadër e përgatitur shumë edhe në fusha të ndryshme. Po. Ku mendoni që mund t'i keni armët e forta sot? Tani duke qenë breziri, për flas gjithmonë për veten, mendoj të showbizi, tek muzika, pse jo. Tek këto. Pastaj letërsia është një ndër le të themi pasionet e mia. Mirë, mirë. Në goxha fusha që në keni kompetente dhe shpresoni që t'i keni sot. Tani më tregoni deri në sa lek mendoni ju që do fitoni sonte? Shumën nuk është se kemi menduar, por sa më shumë aq më mirë, kryesërisht të kënaqemi. Sa është sa më shumë aq më mirë? 30.000 euro, pse jo? 30.000 euro, çka koni për 30.000 euro? Gënjena, jo, ne kemi ardhur ta shijojmë, nuk kemi pasur më Si doni fare lekët? Ja. Edhe thënë që nga ekonomistka, mban erë, diçka nuk shkon. Diçka po manipulon ajo këtu. Bën kështu, e nis, ne kemi ardhur vetëm për t'u argëtuar dhe vetëm kur i mbledh të gjitha lekët pastaj. Mirë, mirë.